Hej, së vera, mirë se prapa dhe me një video, Ademi Knej, mi që dashur, mirë se erdhët me një video Q&A, do me thonë, hera e funit që kom bë video Q&A, u konë që si jom gabim dikun 2017-18, edhe ma në fund vendosa me bë prap Q&A, po nuk e di që është puna, nashta që s'kom bë Q&A moti, e për që ato nuk kom marrë në e farë pytje, diçka interesante, rrallë do pytje i kom gjithë që janë konde interesante, dyqysh po mdo këtë se ma herët vishin do pytje shumë ma interesant, do me thonë, pytjet ma interesant kisha thënë janë që ti djalit cufa e dic që është që kena me pa tash, që thot pyetja e parë, cila makinë pëlqen? Makina që më pëlqen mu brut, mu më pëlqen edhe BMW-ja, po më pëlqen edhe Mercedesi. Do me thonë diqysh për menoj BMW-n, po thëm kisha marrë në qëtë mosh BMW, sa jom që pedi pej moshës 20 e diçka vjeqare dhe i në moshën 30 e diçka po kur kisha ardhë koha për vetura dhe në kështu si me thonë familjare, nejse për familjare prap Volkswagenin e kisha majt, amo zdi, dyqysh Mercedes kisha thënë pak ma vonë kisha marrë, adhe në BMW kisha marrë edhe tash, e nëse na të folë për makina luksoze, atëra McLaren im pëlqen shumë, McLaren im pëlqen edhe si kompani, jo veç për kjera, po më pëlqen edhe ekipa tynve që është në F-nish, po nejse, do me thonë për veturat shtrejta brut s'po folëm se nuk jom që ty, a kom fakultetin e kryer, për shpytja e dytë, për fakultet brut jom të pauzu, nëse kom harum ju kallzu, për momentin djem nuk jom shpi se e dini unë nuk i përkas që saj fes me pas Christmas tree, për momentin jom në Poloni, tek banesa e femnës tem, edhe që kjo mdo këtë kam i përgjith plot pytje, se ma shumë pytje kom or, a kom femën, edhe po, kom femën është e Polonis, për momentin jom në Poloni, tek ajo. Kështu që, a kom fakultet kryer, fakultetin e kom të nisum, po kom thonë hajt pauzoj një vjet, tash jem të pauzu që 2 vjet, apo 3 vjet që s'jom gabim, tash e shof, ose kthen, ose veç ndroj fakultetin edhe janisi pej fillimit. A e ki trurin 200 IQ? Si pas statistikave që i kom bo, trurin e kom 205 IQ, edhe shpresoj se jam të njëzizu për momentin se nuk po muj me popri. Po, kokshna të njëzizu. Trurin e kom 205 IQ, bruda, edhe ju nëse keni trurin 200 IQ, keni me ma bo subscribe, shu që preke subscribe butonin edhe like-in me në rani. Sa vjet i ki? Ta shumë shpejt i kom bo 24 i kom bo. Ademi approaching anxieties. A mendon që youtuberi më i vlerësushëm? Po, ma mërmenja se jom youtuberi vlerësum, ose që jom kon, e tash jem të bo brain dead content, nuk jem të bo që shkom bo content ma herët, ose edhe nuk jem të mënu me pru diçka pe jashtit me pru këtu, se nuk ja vlen, aden, do me thëmë plot sene pe jashtë kom pru në Kosovë, po kur nuk ja ka vlejt. Le që për shembull shikus nuk i din ato sene, po as kolekt e mi nuk i din për shembull do sene që kom bo une, aden, se nuk kanë dhes thjesht, nuk kom mujt une mi shtim ato sene me dhes, për shkak se s'kom pas fuqi mjaft, ose s'kom fuqi mjaft në YouTube-in shqiptar, me thonë, s'kom shumë subscribera me, ose jo shumë njerës më njohin, jo shumë shikus më këshyrin mua, dhe për personin që jam, po ma shumë më këshyrin, për shkak se, si me thonë, që kisha mujt me thonë, për shkak clickbaitave ma shumë. Jo se, pi intereson sa Ademi shka të bo, jo, është kejt për shkak clickbaitave, dhe qëtë video që keni me këshyri ju, ka me kanë kejt për shkak një clickbaitit që kam me bon fillim që nështë edhe e keni po. Ajo njeri serios. Nuk isha thonë që jom njeri serios, po kisha thonë që për shembull mi pyet gafin e këta, ata të kallzojnë që një reale unë jam pak ma i qet. Në kamera jam diqysh kështu aden, po një reale jam shumë ma i qet, nuk e kam atë energji, edhe nuk ka që foli shumë kur jena një grupi madh aty i shokëve, ka që foli shumë, ma shumë jam asi që kom qef mingu ata aden se që kallzojnë. Kur më pyesin unë me fol aden. Kom qef mingu, kisha thënë. Para kamerës normal, me thonë, aura jam shtyhet me aura tjerve adin, se mundona veç me folja dhe me fol sa ma palidhja adin, me qëllim me fol palidhje, veç si me thonë mi shti njerës me kede. Zdi pse, qashtu, qasi tipi jam brut adin në kamera, se moti e boj qëtë sen adin, edhe në moment kur hapët kamera, mu më drejt që disponimi bruda, jeta është shumë e mirë, fancy shmenci, bla bla bla, këta cenet super, moment kur nalën kamerat jom adin pak ma i qet, kisha thënë adin. Edhe pak ma, nuk e di a e dini, po të qysh kisha thënë, nashta jo na e list, po pak ma stoik jom, aden. Të qysh nuk munona mi kontrolu sane, që nuk muj mi kontrolu, kisha thënë, apo më këptan. Edhe që tu vlen edhe shoqnia, aden. S'kom qef për shembull me kontrolu një shoqni, aden me ra, ç'me thënë, mja bo qefin shoqnis, kështu jo, ashtu, aden, veç sa për menejt ma shumë ata, jo, aden, unë jam që ky që jam, mu më pëlqenjë cenet që më pëlqenjë, edhe s'manin bruda, aden. Qa si fartipi jam. Edhe pyetja logjike
logjike është, nëse janë 5, jo, nëse një ves zihet për 5 minuta, për sa minuta zihen 5 ves. Apet, për 5 minuta brot. Se 5 ves janë, nuk kanë muzikë, po kanë muzikë këtë komplet. Atëherë është pra për 5 minuta, sa një njëjtë brota. Pa marr parasysh ai ke çit nivo aty, a 15 pra për 5 minuta këtë zihen brota den. 5 minuta është përgjigjja. Je shumë youtuber i mirë dhe vazhdo OG. Faleminderit shumë cufa. Shkojmë tash tek pyetja tjetër. Oho, pyetja tjetër është me start direkt. A ki me bë collab me Taulantin? Edhe që kjo clickbait që kam thënë unë. Collab me Taulantin brut nuk e shoh brut si diçka që ka më ndodhur në kanalin tim ose overall. Nuk më merr mendja. Jo për shkak se çka kem pas në kalumen bla bla bla, edhe në ato sene nuk janë të mani hiç më. Edhe është çka ka ndodhur atëherë. Ma merr mendja që tash jam edhe kështu. Ma merr mendja që Taulanti është nice me mua, jam nice me Taulantin, kur gjë s'kena pas na ishte shon në esenca kem pa nisan që atina dyqysh atëra viewsat videot I kanë marrë shumë stram tona edhe unë me thënë kom bëj atë video se kom ditë që kom me marr viewsa teknikisht me këshir fell nuk ka që nuk e du tipin anaj sana den ai këshir punët e vet on për punët e mia po prap arsyeja pse s'kishëm bë collab është Taulanti është një person që ka çef brut me punu më shumë vet aden mi bë videot më shumë vet edhe unë jam një njëjti person domethënë që kam çef më shumë sa net mi bë vet se sa me naj kon tjetër për shkak të më nuk kam keni pa domethënë çaq me punu me youtubera tjerë po gafin e kam shok aden me këshir fell kem nejt shumë aden edhe për çato për shembull muj me bë video me to ose apet edhe videot në kanal tamin ma mërmania që me gafin nuk janë për shkak se hey unë e kom thirr gafin me bë një video bla 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 janë kon më shumë se gafin ka thirr në live tona live atë atina unë I kom marr si pjesë për video aden ndaqe me Minecraft do që me sa në tjera më shumë main subject me thon ose arsyeja kryesore pse I kem bë do video me gafin nuk kanë gafi aden si me thon m'fali si me thon channel gafit aden kanë pas me dal ato video unë veç I kam marr do klip se I çit në kanalin tim e për çato Taulanti është tip që ka çef mas shumë ti me punu vet unë po ashtu jam tip që kam çef me punu mas shumë ti vet ose me naj shok të rrethit tam që është Alia bla 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 ose Isa po që edhe Alia dhe Isa për momentin nuk janë në Kosovë po nëse dhon kur jam në Kosovë ata s'janë në Kosovë tash më mërmania që keq shoqënia jam kështu në për shtete ndryshe unë për momentin jam në Poloni vitin e kalum nëse çet vit 2025 ne kom startu në Poloni me 1 janar jam në Poloni po edhe si vjet tash vitin jam tek krye në Poloni edhe kom startu vitin e ri 2026 në Poloni kështu që tash për momentin edhe çto videot e funit që I keni pa ja kom nis për shembull mi bë me Juskin që edhe Juskin e shti atë kategorinë shokëve të mi edhe me Juskin ato video I kom bë Alia nuk u kon aty se Alia nuk është në Kosovë dhe s'ka mujt me ftu për me incizu me mu për çato bruda më mërmenia që me me Taulantin s'kena me mujt me bë video sa I po bën video adin vet unë bëj video vet edhe nuk ka që na të folja jashtë kamerave si sane zdi bruda nuk e di ç'a me thon ku me dit nesër mas nesër ndodh na event na shta për këtë youtubera shqiptarë dhe na kena mu taku aty aden çysh ka ndodhur edhe më herët event nuk I bie tash veç me kriju një event po ç'a pe din ai shok tu ka martu si çater që kem pas një martes kur u pat martu Vada këtë youtubera shqiptar gati janë kon martesën e Vadës respekt për Vadën Vadat përshëndes e diçka që ashtu prap me ndodh ka shanse që e shohim aty Taulantin e si të shoh aty atëherë më mërmendja që na dy jena okay këtë cool aden e përshëndesim njëri tjetrin aden ama për me bë video aden më mërmendja nuk më mërmendja po prap si dihet ku me dit pyetja tjetër a don me hi live në CS ose GTA përgjigjja është e thjeshtë po në janar ky smet 1 2 3 janar çatëra jo 1 janar po ka I 4 5 janar më mërmendja që në Kosovë edhe apet kom e vazhdu me bë live në kikin e kom kick.com/ ose kick.com/ademiknej qysho jo kick.com/ademiknej veç e bëni search ose veç në kikini e bëni search ademiknej ju dali une fill kështu që live-at kena mbi vazhdu në kick pyetja tjetër është adem sa vjet I kom thon 20 vjet edhe shumë pyetje kom marrë që nuk I kom bërë screenshot a kam femën ose ajo mi lidhën me naj qik po jo mi lidhën me një qik që është e Polonis edhe për momentin unë jam në banes të saj të bo video mi që dashur kështu që po kom femën jam lidhje që 1 vjet e ca muaj më do këtë 1 vjet e 2-3 muaj që ashtu diçka ma mërmenja po 1 vjet e 2 muaj me thonë hajde jam në lidhje pyetja tjetër hey pse e ke veç pak hey pse ke
thonë se kontenti pse ke thonë so kontenti mirë bashkë me Alin për me lud Roblox, po ja ke nis me lu. What is bro yapping about? Alia e lun Robloxin shumë moti, lojnat që janë Roblox. Nejsa e si kalu këto Still a Brain Rot ose 99 Nights bla bla bla, po ai ma shumë kalu asi loja që janë zdi Invading Country, kësi simulatora Tron ma shumë adin që s'kon shumë lojtor, po që janë për pak ma lojtor ma të vjetër, si me thonë, pak ma në mosh, adin ka 16 plus me thonë që janë ato lojna në Roblox, a i gjithi kalu do lojna Trona brut, një loj bruda me luftet është e lujt, po normal nuk e shojnë luftën, po është veç mapa nalt, edhe i bon invade shtete tjera në server, mirë është vesh me shtete tjera, ato na i shtet mundet me ta ras adin me t'i qu shtarte, kënina meti të luftu me një shtet tjetër, a i ta merë shtetin, pushton, bla bla bla, që si lojna strategjike lun Alia në Roblox, su që a i gjithë ka lujt lojna Roblox, edhe gjithëm ka thënë me lu, edhe në për live stream më herët, ma përmen ke me lu, po unë e kur s'kom dasht, për shkak se nuk e kom dit edhe qatë shumë mirë lojen. Ama më për qëtë ko, ma mërmenja kur na ke këshyrë ty si me thënë, në kone Minecraftit, para 2-3 vjeta dhe qatere unë e pata lu Roblox, do me thënë edhe para se më bo hit Roblox në Shqiptari, edhe qatere kom lu, i kom bo një 2-3 video, ama ma shumë janë konë kështu si për qefi. Nashta, për thëm, në herë e kena përmen që Robloxi adin është pak për, që me thonë, loj ma e lekt, me thonë për moshatar ma 3, adin. Edhe ajo është e vërtet, është për moshatar pak ma 3, adin. Nuk mujna me po në vetën, veç me lu për shamull qatë loj, adin. Nuk kena mujt me po që tash adin sanet prap ka ndryshu pak, nuk o tu mania dhe qatë shumë, se ja kom nis do lojna mi lua dhe po m'pelqenj, nice po m'dokën. Ato për shamull po m'dokën ma mirë se sa do lojna tjera. Amo prap për qefin tam, lojna që i lujune nuk inqizoj, adin. Për qefin tam, për shamull janë lojnat për shamull Souls-like games, adin Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring im pëlqen e kësi sene, po që të sene ju nuk i këshyrni, e që të sene janë për shamull për moshatar që janë si me thënë për mi 18 vjetëve, ose për shamull Gofi që i pëlqen Dota 2, a i Dota 2 e lunë gjdo dit, a bën në era video e jo, adin, që aja është esenca, do me thënë më si përzi videot, lojnat si me thënë që janë për milu për qefja dhe për video normal kanë me dhes që të lojna si Robloxi e po që prap na nuk kena thonë që nuk është content, nuk e kena përmen që nuk është content i mirë. Content i mirë brut na gjithë e kena dit për shembull unë që ty li faloj e mundet me kriju content mirë. Aden, për shembull unë e di content i mirë që është ma mirë se ti bruda, aden, se ti për shembull veç e shef Robloxin me thonë si content mirë me një farë mënyre, unë i shoha dhe do lojna tjera që i kom lu ma herët që veta dhe Tauloni e ka përmen me një video që ka thonë që jom konqa si tip që kom lu shkamos, aden, kështu që kur nuk e kena përmen që nuk është content i mirë, aden. Nëse s'di sa e të më kuptu. Amo jo, Alia gjithë thukon për shembull Roblox, as Alia nuk e ka thonë që të sen, po nashta e të më përzim me na youtuber tjetër që thoj ke Robloxin nuk bën si loj, edhe që ajo ka shansa. Adem, a ke fillu me pa ndonjë anime përveç Narutos? Monkey DG Luffy për momentin une nuk kem të këshyr anime që një 2 vjet. Amo para asojna unë anime nuk ja kom nis me këshyr pej karantinës. Unë anime kom këshyr do me thonë pej se kur jom kon i vogël. Edhe pej që atesh deri në karantin veç unë në katalog të animeve që i kom pas nashta 600-700 plus anime, ose zoti e din sa anime kom këshyr. Shumë anime ma heret kom këshyr, amo tash për momentin, jo, aden, që një vjet 2 nuk jom të këshyr qaq anime. Shu që përveç Narutos i kom po një 600-700, nashta edhe një 1000 anime, 1000, jo, po 600-700 anime ma mërmenja që i kom po. E sa për Naruton e kom po 2 herë komplet. Jom të e bo plan edhe një herën e tret për shembull me këshyr pak ma vën kur jom që pëdi pak ma i vjetër se zdi, adem. Për qefi brut se është një anime që më ka pëlqy shumë ma herët, e sa për anime tjera brut ma herët kom po shumë anime. Shumë ekstrem shumë brut. Pos One Piece-in kur në e këkom nis se zdi s'jom bo click with adin pirates, dy qysh piratët nuk kom doken mu diçka special. Zdi, tjesht One Piece bruda, një herë pa ta provu, po s'm ka pëlqy, i kom këshu një 4-5 epizoda dhe kom drop showin me një ren. Pytja tjetër, a keni mja fillu Minecraft apet me Gofin edhe me Juskin me Alin? Edhe përgjigja është e thjesht nuk ma mërmenja, se
nuk mujun për shembull me ftu Gafin, Njuskin, Alin për me. Nëse Alin kisha mujt, po Alia mo nuk më mërmenja që kam u paraqit në për video gaming një kohë shumë të gatë për shkak se nuk kam e kon në shtëpi, kam e kon i nxont me thon me një farë mënyre, edhe me Alin s'më mërmenja e veç unë Gafi Juski, ajo këtë varet prapa i Gafit. Nëse Gafi don me bë live streama me Minecraft ose shikush të vetë e shtin me bë live streama me Minecraft, atëra në video Minecraft unë muj me nxjerr për atë. Për shembull unë zmuj me shti Gafin me zor me lu Minecraft, a den se apet Gafin nuk është u bë click in me Minecraftin, më shumë pi pëlqen GTA 5 roleplay edhe serverin që e kon, edhe po pra këtë shikus ti ka aty me thon me një farë mënyre. Nëse jo këtë shikus, po ato aden e ka një numër të shikusve që është shumë i mirë, edhe nuk janin për shembull me pas më shumë shikus, aden. Po lun me një farë mënyre se çai luhet, aden. Se me Minecraft dihet ai kam i pas 5-6 mijë views-a për shembull në live stream, a veden? Po nëse në kik nuk e di sa mundet mi pas. Po nëse çati për mi 5k deri në 10k ai me Minecraft në YouTube mundet mi pas në live, ama atësan ai nuk e don, aden. Ai don me net low key në kik, make sure për shembull 2000 veta, edhe çaq që është prapse prap, këtë super, këtë nice, aden. Nuk e di çish më u shpjegoj se to. Ma mërmenja se jeni të më kuptu. Gafi lun GTA bro. GTA pi pëlqen, çajo loj pi pëlqen, kështu që Minecraft s'ma mërmenja që ka me lu prap për herë tret. Po ku me dit na shtabohet hera e tret, e shofëm si dije. Pyetja tjetër. Nëse ti do ishe presidenti i Kosovës, trego 5 gjëra që do i ndryshoje. Megjithatë duke ecur mirë, je youtuberi i shkëlqyeshëm dhe vetëm vazhdo. 5 gjëra si kisha ndryshu. Po veç një sen e kisha ndryshu, unë edhe sen i thjesht është merrit turizmin sa më shumë. Për shkak se pa turizëm doj s'ka kurrë. Zdi, unë turizmin e kisha rrit. Për shembull vitin e kalum që nëse vitin e kalum, hala është viti 2025-ën, kena pas shumë turista, po që ato turista kanë ardhur veç një herë në Kosovë dhe mo kur nuk vinë. E unë çka kisha bë, zdi doj, për që ato kanë kryer ata tipat shkollë që më ron mend na ide që mujn për shembull me rrit turizmin e Kosovës, apo çish me rrit, jo për shembull me pru tipin veç një herë në Kosovë, a ai me vizitu, po diçka që mundet me ngre atë tip çdo vjet. Diçka që është për shembull deti, po na deti skem, detin s'u ne bojnë as pound në Kosovë bruda, skem çish e bim detin në Kosovë, na kanë djeg shkijet mas luftës, po apet aden paktën e kisha bë reklam malet e Kosovës pak më shumë, aden diçysh malet e Kosovës brut janë fantazi bruda, edhe tipat veç shkojnë veç një herë dhe mon nuk vin, për shkak se s'ka kur gjë shka me bë anena. Duhemi diçka më shumë se ne me pru se ça me bë në për çato male ose në për vende turistike. Ose për shembull tash janë festat e fund vitit, para se mordhun e këtu Polonia brut është gati për festat e fund vitit. Kam mos që shkon me këshyr bruda me drita, me sa në vene dekorime, adin thuti wow, ku ka mordh, apo më kupton. Janë tu festu 2, 3, 4 javë më herët, bruda, se Christmas marketin për momentin që si më gabim e kanë këtu në Varshovë, në çet qytet që jam unë, e kanë Christmas marketin më të madh në Evropë për momentin, që unë shkoj një herë dhe vitin tjetër vija pet, se është diçka wow që kanë bo. E te na, bruda, ato kolibet që i kena, qysh i thuan ato që dalin dimër në vera, qysho verë në dimër, bla bla bla, që del jashtë, sa në vene pushon, e kem pas një dit një farsimini koncerti edhe ka pas njerës, amo shumë vënja kena nis, do me thënë këta e ka nis diku në fillim djetorit, vitin e kalum, na ja kem nis ka funin nëntorit, se pe maj men jëm kon, e si vjet do me thënë ja kena nis njavën e 3 djetorit, shumë jena vënu brut, apo në kupton, do me thënë kur gjës ka pas special, të sa ne duen mu bo gati pak ma herët, mu organizu ma mire sa ne vene, dhe me pru për shambull turizm, me bo diçka interesant për turista në ato sane që i kena, ose për shambull aty ku e kena Prizreni, no, është qaj Christmas marketin, mrapa është kaloja që do këtë shumë fantazi, as drita, s'ka as rrim, s'ka pas as kur gjë, unë ato kejt e kisha bo brut highlight, bruda e kisha mush me drita, diçka kisha bo, me kon fancy shmenci, që kur t'vjen tipin në Prizren ose në Prishtin, e qet një storia dhe thojnë tipat, wow, ku ka shku? E jo, wow, ka shku dhe në WC tipi edhe ka qit foto, aden, backgroundi brut, duhet mu ndreq, duhet me bot diçka. Qato e kisha ndreq unë e brut? E kisha dekoru për shembull venin, jo përveç për fund vit, kjo u kanë veç në shembull, po prap, unë shkollë s'kom kry, zdi sen bruda për turizm, ama ata që kanë kry brut shkollë, janë të marrë pak, let menojnë diçka ma interesant bruda, se tipi vjen një herë në Kosovë dhe mo kur nuk vjen. Nëse që kjo është rënti jem për këtë temën. Edhe sa menon kimi arrit 100 suba, për momentin i kom 78k, sot ma mërmenja 79, nëse 78k i kom stash për momentin, nëse nuk e di saksa i kom, mdokët jom
afër në 79k suba. Sa për 100k suba, më merr mendja që i kisha bë deri ka muj i 8, deri ka gushti. Po ma mërmenja, nëse vazhdoj që shtu mi marr ka 3-4 mi subscribera në muj, nëse ka 3.000 subscribera në muj, normal në muj ka me kon pak me keq që muj që ka me orë dhe shtë janari, ma mërmenja s'kena me marr shumë suba në janar, se qasi muj është, kur s'kom pas sukses në janar me thonë me një farë mënyre sa për views e për kësi sene. Janar, djetor, viewsat janë kon si pas me e gjithë pak ma aden. Për që ato, ma mërmenja, dhe i ka muj 8, kena mi bo 100k suba, ma mërmenja. Pyetja tjetër, a e single sa vjet i ki? E kom përgjigjet pyetje që nuk jam single, jam lidhje, i kom 24 vjet, edhe pyetje tjera më mërmenja nuk kom gjetu në që ka qenë keq to pyetje. Shpresoj që ju ka pëlqyer që kjo video, nëse ka pëlqyer që kjo video, mos harroni me bë like, share, subscribe, follow Instagram Ademi Knej, dua shumë së mbera, shifemi në për video tjera, edhe bye bye.